Atmosfera e Shkodrës si gjithmonë është magjike, po këtë vit duket sikur e kanë zbukuruar më tepër, ka më tepër njerëz, kanë ftuar shumë special, cilët për çdo natë unë vi menaxhue dhe mezi pres që marr viti tjetër me pas se çfarë mrekullie tjetër do të bëjnë Shkodra. Gëzuar festa gjithve. Ma shumë pëlqen si është kriju ambienti, atmosfera shumë e bukur. Uroj tonë shqiptarëve, shëndet, e tanat mirat nga Zoti. Gëzuar vitin e ri për të gjithë. Gëzuar vitin e ri gjithëve. I'm from Pakistan. Yeah, it's very nice, we like it. I just come here to see Ilvana. I'm big fan. Happy New Year everybody. Shumë bukur. Një prej qyteteve të fjetën, e të marum, nga shtu që i thojnë, krejt i fikun, ka një, i tha 2 vete e fund është këtë në shumë. Ne jena me shpim Tiranë e vim këtu, me pritit kolqet, janë bukura shumë bukura. Një në shumë i papuan me koncert, edhe me me regull dhe me qëtësi, me tëra, asë i cilë asë një sënë dhe bukura, gja bukur shumë bukura. Gëzuar për shumë vjetë tonë shqiptarëve ku dhe tjenë, me anë edhe jeshtë shumë jetë. Pranë familje tyne, me qëtë i dojnë zemra. E ka shumë lëviz, shumë njerëz, në pëlqen shumë. Nga jeni ju? Paris. Të gjithë mirë për të gjithë publiku. Unë kam marrë prej Athinet. Atmosfera Shkodra është shumë ma bukur se në Athinë. Kur thamë shumë ma bukur. Jam si vendi jatë shka. Për shumë vjetë e ngëzime tanë shqiptarve nga do që t'jenë, dhe mos për Shkodrantë. Atmosfera shumë e bukur. Shumë njerëzër një është, shifet kjo punë që është atmosfera bukur. Më pëlqen që të rejat e tanë dalin këtu dhe festojnë vitin ri Krishtinit. Një vit e mrekullueshëm për tanë Shkodrën. Ju uroj tanëve në shtëpiat e tyre mirësi, lumturi edhe marrësi në familjet e tyre. Mrekullueshme, atmosfera në Shkodër është më veçantë se në çdo qytet tjetër Shqipërisë. Jena kënaq. Gati për natë ka pas koncerte, njerëzit janë tanë të lumtur, kënaqen, na kanë zilito njerëzit për jashtë. Ju uroj gjithë shqiptarëve shëndet, fare, lumturi, tanat mirat e botës si meritojnë shqiptarët janë shumë të mirë.